Nuk e kam thjesht aksesor në fakt. Po është gjithë balta, gjithë akuzat dhe gjithë parajgjykimet që janë hedhur për mua gjatë gjithë kësaj rruge. Po e kam një mesazh kryesisht për të rinj dhe kryesisht për vajzat që më ndjekin, që në jetë nuk përcakton as pak balta, po të përcakton puna. Edhe tani në punët e parlamentit do keni mundësi dhe ju të mini, në që fjala ju uroj dhe juve suksese. Do ketë edhe opozita mundësi të njohi, ju këtu do jeni, do i monitoroni, shpresoj që të kenë guximin të kërkojnë dhe ndjes kur ta shohin se kush është Sara në punët e parlamentit. A mund ta shohim pak më mirë shallën tuaj? Po. A keni bërë fushat në burg përderisa do të vinë nga deputetët më të votuara? Kam përshtypjen që çfarë kisha për të thënë, i thash. Komentet e tjera, që ju jeni deputetja më e votuara në burg. Komentet e tjera janë shumë tepër të këto moment. Ju uroj shumë suksese dhe tani shkoj se kjo është dita ime e parë në parlament dhe të jemi sinqert kam më shumë emocione se çdo ditë tjetër. Faleminderit. Faleminderit.